On this day. 21 prill 1816 lindi Charlotte Brontë, shkrimtare angleze shekullit të 19, vepra e saj më e njohur është romani Jane Eyre. Iggy Pop feston sot 78 vjetorin e lindjes. Këngëtari themeloi The Stooges, bendin më me ndikim të rrymës punk të të gjitha kohrave. 21 prill 1959 lindi rockeri Robert Smith, këngëtari i lider i bandit The Cure, mbush sot 66 vjeç. 21 prill 1970 është ditëlindja e komedianit Rob Riggle. Ai feston sot 55 vjetorin e lindjes. 1979 lindi aktori skocez me famë ndërkombëtare James McAvoy, mori famë me interpretimin në serit X-Men. 21 prill 1985 lindi Christian Koma, bateristi i grupit alternative rock The Black Veil Brides, sot mbush 40 vjeç. 1988 lindi basisti Zack Merrick, lançoi albumin e tij të 6 Don't Panic me bandin All Time Low. On this day.